O, mirë më ngjesi, zemër. Mirë mëngjes. Qushe, ku ke qu ma rëcion sot? Arlind. A jetu e pasa punë kam çdo ditë. Këtë biznesi më ka met mu pesi ka dek baba. Po e di më i besë. Po ti çdo herë ke ditë me majtë punët. Për atë edhe baba jëtë ka pas besim gjithë ti. Po, besim baba shumë ka pas. Po edhe shumë përgjegjësi të mëdha më kalon. Nuk është e lehtë me majtë gjithë atë kompani. Po unë jam këtu me ty për besë? Po je, po ka njëherë jam të menu që veç unë jam të ishtu jetën për para. S'po kuptoj, për çka e ki fjallën besë? Arlind, ti e din që nuk je i përfshin në punë. Shumicën e kohës, je veç në përshpe me telefon dorë. Apo do me thonë që jam dembel tash? Apo? Jo, veç po du me thonë që jeta nuk është e lehtë. Duhet mu përpjek dy persona, jo vetëm një. Besë, unë jam munu me gjithë punë zema. Po nuk është ka që lehtë. Nuk mund është me gjithë punë me një herë. Arlind, ka njëherë, po më duket, si kur je mësu me jetu në kratë e mi. Ej, veç pak. Apo menon që po të shfrytëzoj, apo çka? Jo, une nuk po du me të thonë bashkë qështu. Po du me të pa që edhe ti lufton për jetën tonë. Po unë po luftoj për besë në atë mënyrën teme. Tash, s'kam kra me vletëru zemrana. Do të më kuptu edhe mu pak. Po cila është ajo mënyrë që po do me luftu ti? Me të mbështet ty besë. Mbështetja është e mirë, po fakturat nuk paguhen vetëm me fjalë. Besë. Më ndukër që ke ndryshu shumë prej që e ke marrë biznese. Po, se jeta më ka detyru me ndryshu. Po veç më përpara e në kanë më të lumëtër. Po, shumë e vërtet. Po ma përpara s'kina pas gjithë këtë përgjësi. Arlind, une po mundona me ndërtu diçka për neve. E di, besë. E di. Për familjen tonë. E di. Po kam frikë që një ditë kam mu lodhë krejt. Jo, nuk i mu lodhë zemra. Se unë jam këtu. Jam bashkë, jena na dy bashkë. Nuk ke mu lodhë asë një herë. Harroja. Shpresoj. Po, urdhna. Përshëndetje zona Besa, jam Ilir prej magazinës. Po, Ilir, që të shku puna? Puna është të shku mirë, po kemi një problem të vogël me mallin që ka ardhje. Çfarë problemi mërë? Transporti nuk ka ardhur komplet, një pjesë e porosisë kanë mbetë në depë në Shkop. Po që shka mundësi mëre? Na kina marrë veshje që malli ka me arti plot. Shoferi na tha që kamioni tjetër ka pas vonesë në kufe. Po mirë, mërë, po kjo s'duhet me nalë punën. O, Ilir, sa malë kena në momentalisht në magazin? Pra afërsisht e kena gjysmën e porosisë. Okej. Ani atëherë organizoni mallin për momentin shkakim. Organizoni shpërndarjen për ato që keni për momentin. Mos të ndarmi tregun. Po, a i ka menon që mjafton? Alo? E, ku je, më rëthe?
O, në gjumbre jam. Pse po më thirë ka qeret? Se më ka marrë malli me tani zonin shumë. Mos rrej bre Arlind, të gjithmonë ki arsye tjera. Po jo, bes, seriozisht e kam. Po, kur nuk ni veç një dit nuk ni, ketë dita mrapsht më shkanë. A besa? Po gruaja jote ku është? Po mos se merrte me atë punë, se ajo më punë gjithë ditën. Të gjithmonë e përmend kështu. Po që ashtu edhe është. Se ajo ka veç punë edhe biznes, që aty e ka menin, a e s'del që aty e pi qasoj kornize. E ti çka kin mendje? Po ty dhe zamër dietës. Mos po më kësi pytje pa lidhje. Ai letash mos bëhaj gare. Po duhet mu mjaftu deri sa të vjen ajo pjesa tjetër. Po, gati janë. Veçem të prit konfirmimin prej teje. Ilir, a i keni pregatit fakturat për klient tjerë. Në rregull. Anë Ilir, kontrollonje cilësinë e mallit para se me dalë për magazinës. Nuk du mo ankesa për klientav. Po, zë Abesa, pa merak. Kena me kontrollu gjithë shka. Po shumë mirë, se ky biznes o ndërtu me shumë unë dhe nuk du me humbë besimin e njerëzve. E dim, për që to po mundu me mëjtë standartin. Anë Ilir, mirë. Kur vjen pjesa tjetër e mallit, me më lajmëru me njëherë. Pa tjetër. Edhe njëherë, Ilir, mos harro organizimin e transportit për nesër. Duhet që shka më konë gati. Po, do të rregullojmë. Mirë, Ilir, shumë faleminderit. Nuk jam të bëhaj gare. A den so herë ko menu me taku prapë. Edhe unë kam mendu, po nuk e di është mirë. Po pse mos me kanë mirë? Se ti e din që je burri martum. Po jeta është e shkur, do të me jetu pak. Shkon veç drej, shkon. Ka lakesa, ka... Do të me jetu jetën. Ti po flet shumë rrezik shumë. Ja. Unë po të flas shumë sinqerisht. Besa. E, çka i ka dënë prej meje? Po mu taku sonte. Sante? Po me dal pak. Me fol, me pina i kafe. Vetëm kafe. Po i sa për fillim kafe tani. Të shumë tani. Tu pa, tu bo, thojnë. Ti kur s'ke me ndryshu? Po t'ja vjen. Nashta? Jo, nashta. Jo, nashta. Thuj, po, dhe u kry, s'ki qka me ndanët. Mirë, po vetëm për pak kohë. Mjaftan. Ku po takohemi? Pa ishimi taj kafiqin qendër, a diko është taj me qadrat bardha që është. Po. Po e di atë vend. Po atë shimi sonte. Mirë, pra shihemi. Kjo natë pas ka me kanë interesant shumë, a? Alo, urdhno? Alo, Besa, Po, kush është? jam Albana. Albana? A je tia? Po bre, une jam. Apo mjef? Apo të kujtona? Qysh më mos me t'njoft? Veç kanë kalu shumë vjetë. Po, shumë kohë kanë kalu. Ku je moj ti? Je zhdu krejt. Jeta më i Bes, dika të qanë. Qysh t'ka shku jeta? Me të thonë drejten, absolut së kone litë. Po pse më isha ka ndodh? Më i Bes, historie e gatë është kjo. Po hajt më i tregom. Jo në telefon, kisha pas shef mu taku edhe me pini kafe me ty. Pse jo? Edhe unë e ka ko që s'kum po. A je e lirë sot? Jo, për momentin jam punë, po mas dite po muj. Perfekt. Po ti më talish ku je?
Jam në qytet. Po atëherë hajde ti të shtëpia jam, edhe pe aty i dal me pina kafe. Ose se don ti, hajde në zyre unë jam. Seriozisht e kia? Po pse jo? Nuk e kum dit që e ke marrë biznisin e babës ti. Po Albon, pe kur diq aj, më ka romu me udhëheq. Ka punë e madhe. Është. Po çka me boj, jeta vazhdon. Po m'jen mirë që ka ke mirë. Po, faleminderit. Po, ama adresa, ku je? A keni letër me shënu? Po. Rruga Nën Teres, kati 3. Po mirë, e gjoj pa marak. Kur mundesh me orti? Rreth 1 ore besoj atyja. Po në rregull, unë jam këtu të pres. Besa? Po, Besa më ka marrë malli shumë të pa. edhe mu. Kena kalu shumë kujtime bashk. Po, shumë. Hajde atëherë, shijum së shpejti. Ani pra, hajde shif mi kismet. Sa vite kanë kalu, që shu kujtu kjo sot për Musa. Shkëdit Albana mu kanë. Surpriz! A je gjallë e bi? Po gjallë, ku jesh? Dërit, po një sasina për. S'pas ke ndrysu që as je normal. O, zamran, shumë mirë po dukesh. Faleminderit edhe te. Hej, Belpon. Faleminderit shumë. Poft mirë. Me cigaren a jetu e pi halo. Pi rrallë. Atë kujtohet? te? Në kodë shkollës. Kur e shërbimësimet. Cigare tinza. Po. Hej, më i shtrik. A di më që sa vjetë si na po. Vjetë po shkoj, shpejt. S'po më besoj që të shoh prap. Më i besë. Asun si unë të besu. Shumë kohë kalu. Prej shkollës. Po e ti, shpesh i kujtoj ato ditë e rinis që shina knoq. Sa shumë kena lujt. Krejt, gjithë shka kena bo bashkë në dyja. Po besë. Shumë e gjana i kena kalu bashkë. Ama sot, po do këtë gjithë shka krejtë ndryshe. Hej, më Albon. Po jeta i ndryshon njerëz. Edhe une nuk jam ajo që isha dikur. Më i besë edhe anë qështu. Kum pas edhe kum kalu në përkurna shumë të vështira. Pse shka ka ndodhë? Besa, kum pas një martis dështume. Nuk e kum pas si të tjetë. Shumë gjana nuk kanë qenë ashtu si qysh duhet. Po m'jen shumë keq, Albon. Po unë e di që ti je e fort. Edhe i ke përballu tanat. Po bre besë veç. Nuk po është e lehtë absolutikisht me fillu krejt përsëri. E di, Albon. Unë e kam dëshirë me të një mu ty. Ti gjithmonë e ke ditë gjuhën e biznisit. Edhe unë mendoj që ti do të punojsh mirë kompanijën tëmë. Besë, ti qëtaj të bo për mua? Po, Albon, pse jo? Ti ki një uri, ti e shoqja jam. Edhe si ashtu më duhet ndihmë në kompani. Edhe në fundit, na e bëna një bashkëpunim na dyja. Besë, më ke lamë pa komend. Nuk jem të ditë asë që ka me thonë. Nuk po di që mu të falemnderu. Më besa. Albon,
mos u shqetëso. Ti në fillim ki me punu si ndihmëse në kompaninë tem. Tani masanena e shumë. Bes, faleminderit shumë. Ama të premtoj diçka. Që ka me bo më të mirën që është e mundshme. E di që ki me bo. Ti e ki talentin edhe punën e ndeshme. Për mu, kjo është më e rëndësishme. E mëj Bes. Am beson që çdo moment e kohës kalu më mungon. Koha kur e kaloj shumë bashkë. Momentet e që hajgareve tona. Gjitha sen. Vëlla edhe mu, shumë herë i menoj ato ditë, edhe keshi vetë me veti. Koha o konë shumë e bukur. Po e vërtet. Shumë e bukur. Mirë atëherë, Albon. Po fillojna një kapitull bashkë. Në punë, ti do të punojsh me mu. Edhe do t'jemi shoqe si më parë. Do t'jetë një fillim i ri. Besa, faleminderit shumë për gjithçka. Hajde një gëzuar për një fillim të ri. Po bre, shumë më pëlqej edhe mu. Kena punë sot, a? Valla, Kogje shumë punë kina. Hajtë se na dy veta tash ja dolmi. Gjithçysh, animal, sidomos të dyja të bashkë shkena. Po. Valla, Albon, shumë je bone që i lajmërua. Bashkë këm pas nevojë me ndihmu dikush. Po si gjithmonë Lut, faleminderit për teje që ma dha një dorë. Edhe jena sot këtu bashkë. Gjithmonë kena kalu mirë. Besoj Shumë e vërtetë. edhe tash kena me kalu mirë. Edhe unë besoj ashtu. Albana, edhe diçka. A është kjo pika zyre kryesore jotja? Po, këto është kryesorja zyra ku ti ki me punu, mas shumëti, e une jam kamas, në teren. Po besoj që ti kam e të marrë me viti. Kam i të kalzu kritë punë ka i kam. Kena me kalu shumë mirë, Bes. Hej, Besa! Arlen, A je lol? Qa po ndodhë të? kjo është Albana, shoqja jeme, bashkë konë në shkollë. Shumë mirë. Shumë mirë. Më bje mirë. Mirë, faleminderit. Jo se jeni. Tullna pak. A je loti? Jo, veç u befasova kër e parë se prita. Arlend, kjo është Albana, shoqe vjetër, nuk e kum pa që shumë vjetë. Jena konë bashkë në shkollë, edhe gjithë kena kalu mirë. Përshëndetje, Alin. Më ka fol Besa shumë për ty. Po më dokësh e njëfshme, po nështë apo për në gjanë dikën tjetër, po me gjithat përshëndetje. Faleminderit. Po, Arlend, bashkë jena konë në shkollë, me një klasë jena konë, kena shumë kujtimet bukura. Aha, kuptova. Mirë, shumë kënaqësi. Po, Arlind, shumë kënaqësi. Kam dëgju shumë Besa për ty. Po, kuptohet që gjithmonë nga Besa. Po e shoh. Shumë bukur. Zemër, Albana është shumë qike sjellshme, e qeshur, nuk ka mena shka këtu probleme këtu në punë. Faleminderit, Besa. Edhe Besa më ka thonë shumë fjalë të mira për ty. Besa ka folë për mua, se pas këm ditë. Po e di, të thash që Albana gjatë ka qenë qike sjellshme. Kuptova. Alban, Po? mundesh me më ndihmu pak me çdo dokumentet me të Patjetër. Se Arlindi ka ardhur veç për do punë të shtëpisë çka i kem. Po, Po, patjetër. t'lutna.
Arlind, mos u çudit shumë. Albona është shumë çike sjellshme. Nuk ish ka brengosesh. E di, veç u habita kur e pash, u bë fasova. Hajde Albon. Mos e shqetësani. Nuk e kam plan me ndërhy jetën e ju. Mu thjesht Besa më ka pru me punu këto. Dhe jam shumë mirënjohëse. Faleminderit. Arlind, Albona kam ja fillu këtu me punu me mua. Kam e ndihmu mua me dokumenta, biznes, krejt çka kem, do t'i bëjmë bashkë. Në rregull, tash e kuptova. Mi si jem tret, këtu pëdoni pe pina nga një kafe. Bon. Bash ide e mirë. Hajde. Veç pak. Ta mbyll qëto. Përshëndetje. Alban, Porna? bë me çpak lutem. Po, mëra pa tjetër. Po, qa ka? Po thash me të vetë pak qysh po shkon jeta jote pas gjithë këtyne viteve. Nuk është e lehtë. E kum kalu një periudhë shumë të vështirë. Pe kuptoj. Po a je vet apo për kujdese dikush për ty apo qysh e ki jetën momentale? Ja, po. Tash e kuptova. Po nuk është që di. Njerës gjithmonë po pyesin. Jo, veç po pyti, po më duket pak interesante edhe. Po interesant është. Po jetën nuk e kam kaq lehtë. Si që po duket. Pse me vështërsi, kallëzom diçka pak ma shumë. Po e di. Ama edhe unë kam problemet e mia. Me pare, me shtëpi, me obligime. Merë po menoj që nuk po mjafton diçka. E kuptoj. Nuk është e lehtë. Me punën, me jetën, po me mu ka me kanë shumë ndryshe. Çka ka do me thonë me këto? Po ta shetutje, nëse do në te, nuk ka me të mungu kur që eq. Pare, shpi, vetur, krejt. Vetëm duesh me mbesu mu. Po të kuptova. Po jeta eme nuk është qa që thjesht. Jeta eme nuk është veç puna, Arlen. Po e di. Po hënë muj me të një mu. E vetëm do të me mlanë pak ven. Po thua? Po ndo këtë pak si shumë të besu me një. E po, për një ditë nuk mund është me mendu për vështërsit. Vetëm do të me menu për qetësi, radi, qkaq, kur që tjetë. Po mirë. Le ta shofmi po që tash e tutje se qka po ndodhë.
Në fund erdhe. Si kjerri me thera, ramenci. E tash po m'vjen mirë që hu takum jashtë punës. Pa telashe, pa presion. Po, normal që është ndryshe. Pas sytë tjerve. Alban, po e ndjej që diçka shumë tërheqje ka mes me dhe ti. Ej, fillove dhe ti si çdo mashkull me njerë me komplimente. Jo, nuk është kompliment, po pe ndjej qështu. Edhe pse ti e ketë ndryshe prej tjerave. Arlind, a di që ti me të vërtet jeni burë që meriton ma shumë. Oh? Ma shumë se kaq? Çka do me thonë me këtë punë? Po du me thonë që e kom vrejt pak që Besa nuk po të trajton taman si duhet. Taman si një burë që shetë, që do të më të respektu edhe më të trajtu. Po na është ki drejtë. Po nuk do të me folë tash për këtë punë, bashkë në qëtë moment. Po, ne do të me menu. Se besoj që e meriton pak ma shumë respekt. Si për shembull, pak ma shumë dashni. Edhe ti po menon që këto mund është shumë madhon mua? Po pse jo? Nashta ja maja që të kuptaj. Ta jep një tardh me krejtësisht ma ndryshe. Një tardhme ma ndryshe? Qysh për shembull? Po si për shembull, një lidhje të mshef. Kafe. Rehati. Edhe mbi gjitha një respekt që ti se ke pas asnjëherë. Shumë po mdoket interesant. A nuk është e rrezikshme kjo? E rrezikshme është vetëm ti në qëse nuk din me menaxhu. Se unë kam u munu me botë pa mundër që mu duk gjitha sen krejt normale. Pra, me një fjallë ti po më thu që unë edhe ti mujna me pas diçka. Pa unë ndje diçka tjetër. Po, Arlind. Ma nësh më besu. Gjithë shka që ki nevoj, jam këtu për ty. E më Alban. Qysh rëqetat po më qonë kur për të një të fjallë. Edhe po më do këtë që kur s'jom të e kuptu se qëfar po ndodhë. Po më do këtë si në antër në film. Po shkaj. E di, ama dosh me provu. Vetëm pak. To be continue. Hej, Besa, pas ke ardha?
Po, Që shkallove lo? Që ka lo? mirë. Pas që më punë full sot. Valla po. Loçk, Po, shumë i po dokesh. faleminderit. Veç flok diçka, Qa? po të rrinë sot mirë. Se di- Nashta frym erdha sot në kam edhe frym e madhe. Me siguri. Për që ta? Qëre, une hiç nuk kam qef mu vanu. Sidomos kur kam shumë punë. Të kërkoj ndjes loq se sot kish pas shumë trafik. Nuk ndodh, ma. A kompish se ardha joa? Arlend, shumë shpesh i të ardhë në zyre ti. Shka është ka ndodhë? Jo, kur gjë e pash Albanën në rrugë, puna dhe në zyre i pata dhe punë të mija. Po, vetëm? Pes. Mos i egzagjera sanat. Loq najna tash veç një familje. E takova në rrugë, unë pruni dhe qëto edhe se isha të prit taksin. Edhe nuk për atë arsye nuk dhe ishta më tregua, apo kuptan? Nuk besoj që është najsan. Edhe loq ka heme më zudut se ty be burrin s'ta marë. Po, mirë. E kuptova. Se di, po nuk është tragjike. Takova në rrugë dhe e pruna, qka? Bes, po të që e shqetsu shumë. Alindi mu më respektoj edhe pak në kratonin. Ti e din sa shumë i ke folë fjallë të mira për mu. Unë e di që është burri martum. Jam pak e habitur, se nuk jam mësu ti me ardhë ka shpesh në zyre. Besa, Kludna, shumë qetë. Këto gjithë shka është veç për punë. Unë nuk du me ndërhyn jetën e juve. Edhe inshallah nuk po dyshon diçka të ana, se na nuk njihemi sot. Se vërtet është. Gjithë shka është punë. Nuk e di pse për merë ka që tragjike kështë. Shpresoj se nuk du me pas në herë në i surprizë këto në zyre. Me të vërtet e kia, mua me loq mu së shëtësa. Për çka pi jep vetit stres? Najna tu kalu shumë mirë, na bu një familje. Unë jam shumë mirë njohëse për ty që më ke pru këtë në punë. Okej, mirë. Pelojmë që shtu, vetëm punë edhe kur gjë tjetër. Qika, a kom diçka në për mjoni mu? Jo. Gjithë shka është në rregull. Okej. Mirë, pra se po dalën i kam edhe do punë, e shiheme. Zamër të. Shka jam të po. Po ju ves, shkajni të boju këtu. Bes, prit veç pak dal jashtë, prit. Arlin, jashtë. Bes. Qëtësa jo, se nuk është... Besa, veç pak. Qëtësoju, qa është ke gjendja ju të kështu? Ti largohu. Jo, Me ty unë du me ka dal, Me veç pak. ty du me Nuk është qajo qaj të menuti. Hej, Besa, qëtësoju, nuk është qajo qaj të poti. U takunëm rastësisht.
Ti që të peshe rasisht, ha? Ti, shoqja jeme ngusht. Me dalë me burë temin, ha? Bes, jo Bes, nuk është që ajo që jetu menu ti. Unë veç e takova rasisht. Rasisht, ha? Gjithë kjo busqeshje, edhe kjo mohabet, tu kesh. Rasisht për ju duke të Besa, të mbe fasu, Besa. Besa, lutna, veç pak qëcoju more, nuk u kun qëllimi kjo qka i të menuti. Edhe nuk që ndëran kur kun kjo qka i të menuti. Jetu mbe fasu. Kjo është shumë problemi madhë. Albon, ti e tratove shoqen tonë, ti me burrin tem. Bes, nuk është që ashtu që shti po menon. është vetëm një rasi, nuk është as tradhti, as kurgjë, as një gjatë tjetër. Besëm, Bes. Rasi? Ti e din shumë mirë shka i të bo. E ti, Albon, a nuk i hiq moral ti, a? Bes nuk di, bra. Unë e veç menova. Rasisht u takon. Veç menova. Veç menova. Ti e ke traktu shoqen tone, me burrin ta. Bes. Ngam. Unë du veç t'ju i Bes. O konë veç rasi. Mos e trillo gjonat. Kuptëm çka po të thënë. Kuptëm, Bes. Nuk është tradhti, Bes. O konë veç rastësi, Bes. Rasia? Po. As njonit ftyrën s'du me vapo. A mort vesh? As njonit hiq. Bes. Të lutëm prit veç pak të qarona. Mos e merë gjdo sen me siklet. Prit veç pak. Kur gjë nuk ka qashtu që shti për menon edhe qa ke pa. Të lutëm, Bes. Kjo është një tradhti. Edhe kur nuk kam e leju me ma prish jetën tem. Pu, zoti ju ma roft. Bes. 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 Bes, t'lutna veç le me fol, se nuk pas qëllimet këqia. Arlind, fol, po nuk i nevoj. Unë e di krejt. Bes, o konë veç një gabim, nuk i kom dit as shka po bëj, as besëm, Bes. Besëm që nuk i kom dit as shka kom bo. Gabim. Gabim, Arlind. Kur u martum na, qfar gjendje o konë jeta jonë? E di, Bes. Ti e din shumë mirë. Unë e kum punu ditë e natë për me ndërtu jetën tonë. Ti ke jetu rahat. A une i kum pas kitë gale mbi veti. Edhe në fund, në traton ti me shoqen teme të ngusht. Bes, nuk dojsha. O konë moment, nuk e kom dit as që vjen dhejtë kjo punë kështu. Të lutëm, mus keq kupto. Moment, nuk ka moment, Arlind. Ti ke shkatru gjithë shka që unë e kum ndërtu. Gjdo sakrific, gjdo mon, e ti po më trathon mu. Bes, oj Bes, o të lutëm veç në dëgjëm. O nuk u konë as dashni, as nuk u konë kur gjë heq, veç... As një kjo nuk du me tani. Nuk ka këtim, nuk ka folje mo. A mujna mi harru gjitha zemra, ama dhe t'ja nisum prej fillimit prap. E harrojmë krejt që ka ndodhë. Ha? Jo, Arlind.
Nuk ka nevojë për fillim të ri, unë edhe ti. E ke tregu ftyrën e vërtet se kush je ti. Nuk du me pas mo fillim me ty. Çka do me bo, Bes? Du unë me vazhdu jetën tem, pa ty. Ti nuk meriton vend këtë shtëpi. Jashtë, Bes, jashtë. Mjaft, kjo kon fundi. Jetën tem nuk do të adhuroj për tradhti edhe për mashtrime. Kujdes njerëz, mos e lini egoizmin me sundu zemrën tuaj. Sepse një tradhti e vogël mund me shkatru jetën e dikujt tjetër. Vlerësoni familjen, miqt, çdo shoqëri që keni. Mos pritni të humbni gjithçka. Për të kuptuar çka vlen të vërtet.